Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, fillojmë këtu me emën tonë informative. 45 vjet për secilin, apo gjykim për historinë? UÇK-ja është liria, ajo nuk gjykohet. Gjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Vesejlit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit ka hyrë në fazën e fundit. Teknikisht është një moment procedurial. Fjalë përfundimtare, deliberim, vendim, politikisht dhe moralisht, është shumë më tepër se kaq. Është një proces që po gjykon jo vetëm 4 individ, por dhe mënyrën se si e lexon bota luftën e Kosovës dhe pasojat e saj. Kërkesa e prokurorisë për 45 vjet gjykim për secilin nga të akuzuarit ka tronditur opinionin publik shqiptar. Shuma simbolike për 180 vitesh është lexuar si dënim kolektiv, si mesazh politik, madje si rishkrimi i historisë së luftës çlirimtare. Por pikërisht këtu duhet ndalur emocioni dhe duhet ndezur arsyeja në planin strikt juridik. Prokuroria nuk ka kërkuar 180 vjet për UÇK-n, por dënime individuale të ndara për secilin të akuzuar mbi bazën e parimit themelor për përgjegjësisë personale. Megjithatë, fakti që një kërkesë kaq e rëndë bëhet mbi krimet pretenduara të ndodhura mbi 25 vite më parë dhe në një proces ku sipas juristëve mbizotërojnë provat indirekte dhe dëshmitë të tërthorta, ngre një pyetje të pakëndshme. A kemi të bëjmë me drejtësi penale të ftohtë apo me drejtësi selektive që kërkon të balancojë historinë, narrativat dhe presionet ndërkombëtare? Teksa gjykimi ndaj ish krerëve të UÇK-s po i afrohet fundit, debati nuk është më thjesht juridik, është thellësisht politik, historik dhe moral, sepse në bankën e të akuzuarve nuk janë vetëm 4 individ, por në mënyrë të tërthortë vetë lufta çlirimtare e Kosovës. UÇK-ja lindi në një kontekst ku e drejta elementare për jetë dhe dinjitet ishte shkelur sistematikisht. Ajo nuk u shfaq si projekt pushteti, por si reagimi i vonuar i një populli të shtypur, pasi rezistenca paqësore ishte konsumuar dhe injoruar. Në këtë kuptim, lufta e saj nuk ishte një zgjedhje ideologjike, por domosdoshmëri historike. Akuzat për ndërmarrjet përbashkët kriminale përplasen me realitetin faktik të një force që nuk kishte hierarki shtetërore, as zinxhir komandues klasik, por funksiononte si rezistencë fragmentuar në kushte lufte asimetrike. Vetë dëshmitë e diplomatëve dhe të komandantëve perëndimor e kanë pranuar këtë realitet. Të pretendosh se një strukturë që nuk mund të ketë pasur kapacitet për një politik të centralizuar kriminale është në rastin më të mirë keq kuptim e në rastin më të keq keqdashje politike. Është e rëndësishme të thuhet qartë, krimet individuale nëse provohen janë përgjegjësi individuale, por ato nuk mund të shndrohen një akt akuz kundër një lufte shkëlqimtare të një populli të shtypur. Historia moderne njeh plot të raste ku lëvizjet shkëlqimtare janë përballur me devijime pa u delegitimuar si të tilla. Ndryshe, do duhet të rishkruanim gjithë historinë e çlirimeve kombëtare në Evropë edhe më gjerë. Problemi thelbësor i këtij procesi është asimetria morale, ndërsa krimet sistematike të aparatit shtetëror serb të dokumentuara gjërësisht trajtohen si sfond historik, lufta e atyre që rezistuan ndaj këtij aparati vjet në luftë sikur ishte burimi kryesor i dhunës. Kjo qasje rrezikon të prodhojë një barazim të rrem mes agresorit dhe të sulmuarit. Dhomat e specializuara u ngritën mbi një narrativ që sot ka nisur të shëmbet. Pretendime të rënda të bujshme që me kalimin e viteve nuk u provuan. Megjithatë, hija e tyre vazhdon të rëndojë mbi Kosovën, duke mbajtur shoqërinë peng të një procesi që shpesh duket më shumë politik se sa juridik. E në fund, ky gjykim do të marrë mend jo vetëm për vendimin që do jap, por për mesazhin që do dërgoj. A mund të gjykohet lufta çlirimtare jashtë kontekstit të saj historik? A mund të kërkohet përsosmëri morale për ata që luftuan për mbijetesë, ndërsa agresori trajtohet si sfond? Mbrojtja e UÇK-s nuk është mohim i dhimbjes së viktimave, është mbrojtje së vërtetës historike, se liria e Kosovës nuk erdhi nga tryeza diplomatike, por nga një popull që vendosi të mos zhduke në heshtje, dhe në këtë të vërtet, asnjë gjykat nuk mund dhe nuk duhet ta shbëj.
Ky proces në fund të fundit është një test i dyfisht, test për drejtësinë penale ndërkombëtare dhe është aftë ajo të gjykoj pa paragjykim, pa standarde të dyfishta dhe pa kalkulime politike, dhe test për shoqërinë shqiptare. A jemi të aftë të mbrojmë parimin e gjykimit të drejtë dhe ku në bankën e të akuzuarve janë figura që për shumë kënd përfaqësojnë një epokë çlirimtare. Vendimi do vi nga Haga. Nuk do ta mbyll debatin historik mbi luftën e Kosovës, por ai mund të bëjë diçka më të rëndësishme, ose të forcojë besimin se drejtësia ndërkombëtare funksionon mbi prova dhe jo mbi narrativa, ose të thellojë bindjen se drejtësia, kur vjen me vonesë dhe me standarde të paqarta, rrezikon të duket më shumë si politike një toge se sa një gjykim i drejtë i çlirimtarëve. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund rubrikës sonë të Memos Informative.